Pra jam mbritëm ditës ta dëgjojmë generalin e ushtrisë patronazhistëve reale digital të shfaqet si viktimë e algoritmit. Rama denoncoi sot protestën si produkt të algoritmit, të zemrimit, të klikimeve dhe të proletariatit e ekranit. Dhe kush pa, babai i djelltave digjitale, i trollsave të bodrumeve linçuese. Po edhe nëse nuk e qellojmë lajmtarin, edhe dakor, të tezë e pranojmë si të demokracisë funksionale. Por nga ana tjetër duhet kujtojmë që nuk jemi në demokraci, jemi në narkoshtet ku njerëzit nuk piqen asfalt, nuk lën punën kërcënuar, nuk udhtojnë qindra e mijëra kilometra, nuk rezistojnë në zheg dhe nuk përplasen me pushtetin absolut për t'i bërë qefin algoritmit. Nëse protesta do të ishte vetëm një studio televiziv e algoritmit, atëherë narkopushteti nuk do të kishte ndërtuar një industri të tërë patronazhimi, trollimi dhe propagande digjitale. Do të hasim gazetar, intelektual dhe zëra kritik të sulmuar, denigruar, të mbytur nga shadowbanet, të raportuar në masë, të fshehur nga qarkullimi organik, sepse të gjithë i bashkonte refuzimi dhe denoncimi i rilindjes. Po besoni më dëshon 2 pëllumb ujë syve të kuptoja se njeriu që sot ankohet për diktaturën e algoritmit është i njëjti që pa mëshirë përdori algoritmin për të ndërtuar regjimin e vëmendjes, propagandën digjitale, sulmin e koordinuar dhe linçimin publik si ministri pa portofol. Sado të silurojmë me metoda tashmë të diskredituara, protesta nuk ka lindur nga algoritmi, por nga faturat në xhepin e shqiptarëve prej PPP-ve dhe koncesioneve korruptive, nga çmimet e papërballueshme që dikton betoni e pastrimi i parave, nga varfëria e skajshme, nga emigrimi i shtresës mesme, tek ratat e pensionistëve të fyer e drobitur me shiut e pikës së diellit, nga pritjet e të rinjve nëpër aeroporte, nga marazi të shpronsuarve me dhunë në shkeljet ligjit, nga mungesa e shpresës, nga shpopullimi, nga fshatrat dhe qytetet e braktisura, nga barnat e munguara të skaduara për një babëzie të papërfytyrueshme monopolesh, nga bidja se drejtësinë e bën selektive pushteti. Protesta ka lindur në çdo lotnëne, shkulm babai, në çdo padrejtësi mbi shpirtrat e rinj që i hyn rishtas jetës prej të rrituri. Në çdo kategori shoqërore, ky narkoshtet ka mbjell domosdoshmërinë e protestës. Ajo që gurut e këshilltarët e komunikimit, paguar me djerës e mund sfilitës shqiptarësh, nuk jam mësuar ndërkohë, ndoshta sepse nuk i dëgjojnë në orën e delirit, është se algoritmi më i rrezikshëm për një qeveri bëhet vetë realiteti. Pa merak se pushteti nuk po e rrëzon algoritmi, por realiteti, ky mjeshtër i sinqert që arriti të bëhet më i besueshëm se propaganda. Dhe pash zotin. Leksionet mbi demokracinë t'ua lëm atyre që ndërtuan institucione dhe ua trashëguan brezave. Se të ndërtosh shkolla fantazm, të njolosësh historinë e këtij vendi me narkoshtetin e parë të Europës, e t'ua lësh borxh brezave, është ndër pushtimet më tragjike që i kanë ndodhur Shqipërisë. Kjo protestë lume nuk është krengritja e proletariatit ekranit, siç e quan, por batica e zgjimit njerëzve, që pasi ja dolën propagandës, frikës, apatisë dhe dorëzimit, nisën të njihen mes tyre në shesh.